Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani arra, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe trurit tuaj. Kur mendoni për ushqimet që janë të mira për shëndetin tuaj, arrat ndoshta nuk janë gjëja e parë që ju vjen në mendje për t'i konsumuar, por ndoshta duhet të jenë. Këto fruta të vogla janë të mbuluara me lëvozhg, janë të mrekullueshme dhe ushqyese për trupin, të mbushura me përfitime të shumta në çdo aspekt të mirëqenies suaj. Sipas Health.com do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë trupi juaj nga shtimi i arrave në dietën tuaj. Ato janë sekrete i një zemre të fuqishme. A i dini se arrat mund të jenë miket më të mira të zemrës suaj? Ato janë të mbushura me acide yndyrore omega 3, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe mbrojtjen e të gjakut nga dëmtimi. Konsumi i disa arrave çdo ditë mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të sulmeve në zemër dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Arrat janë ushqimi i trurit tuaj. Arrat janë një ushqim ideal për trurin, me përmbajtjen e tyre të lartë të omegës 3 dhe antioksidantëve. Ndihmojnë në përmirësimin e kujtesës dhe funksioneve mendore. Disa studime madje sugjerojnë se konsumi i rregullt i arrave mund të ulë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të Alzheimerit. Ato ndihmojnë për të pasur një peshë më nën kontroll. Përkundër faktit se arrat janë të pasur me kalori, ato mund të jenë aleat i shkëlqyer në menaxhimin e peshës. Proteinat dhe fibrat që ju mbajnë të ngopur për një kohë më të gjatë, sepse ju ndihmojnë të shmangni ushqime të tepërta dhe të mbani nën kontroll oreksin. Ato janë të mira edhe për shëndetin e bukurisë. Arrat nuk janë vetëm të mira për shëndetin e brendshëm, por edhe për pamjen tuaj të jashtme. Të pasur me vitaminën E dhe antioksidant, ato ndihmojnë në mbrojtjen e lëkurës suaj nga dëmtimet të shkaktuar nga radikalet e lira që kontribojnë në një lëkurë më të butë dhe më të ndritshme. Arrat janë të mira gjithashtu për gjumin e ëmbël. A keni vështirësi për të fjetur? Arrat mund të jenë çelësi i zgjidhjes së këtij problemi. Ato përmbajnë melatonin, një hormon natyral që ndihmon gjithashtu edhe në rregullimin e ciklit tuaj të gjumit. Një grusht me arra përpara se të shkoni në shtrat mund të bëjë mrekulli për cilësinë tuaj të gjumit. Nëse po kërkoni një ushqim që të përmirësoni shëndetin tuaj, të forconi mendjen dhe të rrisni bukurinë tuaj natyrale, mos kërkoni më larg se arrat. Këto perla të natyrës janë super ushqime që meritojnë edhe një përmirësim të dukshëm të organizmit tuaj. Vlerat ushqyese të arrave janë vërtet të veçanta. Ato janë fillimisht me përmbajtje të mirë të aminoacideve bazike të quajtur arginin, shumë të rëndësishme në parandalimin e arteriosklerozës. Por më tepër arrat mund të konsumohen si për qëllim për të parandaluar këto patologji edhe për të forcuar imunitetin. Duke qenë shumë ushqyese, arrat mund të konsumohen edhe për të luftuar stresin, për të njëjtin motiv mund të futen në dietën tuaj edhe për të shtuar sasinë e proteinave. Arrat gjithashtu janë të këshillueshme edhe në periudhën e shtatzanisë, në përmbajtjen e lartë të omegës 3 për të zhvilluar fetusin. Gjithashtu, arrat duhet të konsumohen gjithmonë brenda normës së lejuar për të marrë vetëm përfitime dhe për të mos ndikuar negativisht në çështjet tuaja imunitare. Arrat janë ndërarorët më të mirë për shëndetin e njeriut. Ato përmbajnë yndyrra të shëndetshme, vitamina, minerale, antioksidantë dhe enzima që kanë vlera të fuqishme mjekësore. Arrat njihen kryesisht për rëndësinë e tyre në mbrojtjen e shëndetit mendor. Forma e tyre e ngjashme me atë të trurit tregon për lidhjen e ngushtë që ato kanë. Jo më kot konsiderohen rregullisht si fruti që forcon kujtesën dhe përshpejton edhe përçimin e sinjaleve nervore. Nëse arrat janë ndërarorët tuaj të preferuar, zbuloni përfitimet kryesore që japin shëndetit tuaj. Arrat janë të mira për stomakun. Mirëmbajtja e shëndetit të stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët për të ruajtur balancën e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thanë se arrat shërbejnë si probiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Ngrënia e rregullt e arrave parandalon inflamacionin dhe ishemin dhe problemet e zorrës së trashë. Arrat janë të mira për të rënë nga pesha. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasur me fibër e cila ju mban të ngopur për më gjatë dhe përshpejton metabolizmin. Studimet thonë se arrat janë ideale për të rënë nga pesha dhe nëse konsumohen me maturi.
Ato përshpejtojnë djegjen e yndyrnave dhjamore dhe frenojnë gjithashtu edhe oreksin. Arrat janë të mira për shëndetin e trurit. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit, sepse janë të pasur me acide yndyrore omega 3 dhe konsumi 10 gram ara në ditë do të përmirësojë edhe aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesën dhe përqendrimin, duke qenë se ato janë të pasur me antioksidantë dhe acide yndyrore omega 3 dhe substanca që luftojnë inflamacionin. Ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë arra në dobi të shëndetit tuaj të trurit dhe parandalimin e komplikacioneve tuaja trupore. Gjithashtu, arrat janë në një mburojë vërtet e mirë për shëndetin tuaj, duke ndikuar pozitivisht edhe në efektet e shëndetit të zemrës dhe të kockave dhe sistemit tuaj të kujtesës. Gjithashtu, për më tepër, këto produkte janë mjaft efektive në zvogëlimin e problemeve të lëkurës. Frutat e arrave janë të pasur me acide lineolike, substanca që mbrojnë sistemin kardiovaskular, rregullojnë qarkullimin e mirë të gjakut, ulin kolesterolin dhe rregullojnë gjithashtu edhe problemet që lidhen me osteoporozën. Studimet e fundit tregojnë se acidet yndyrore omega 3 ku bëjnë pjesë acidi lineolik i arrave përmirësojnë energjinë tek personat që i konsumojnë. Veprimi i arrave si produkt i atribuohet edhe sinergjisë midis acidit oleik, vitaminës C, efekteve kundër inflamacionit dhe degenerimit të qelizave. Përfundimisht, arrat përmbajnë acide yndyrore omega 3, të cilat gjithashtu përmirësojnë shëndetin e trurit dhe aftësinë reaguese të tij, dhe rrisin performancën e kujtesës suaj. Arrat janë në një zgjidhje shumë e mirë. Mundohuni të mos i tepëroni me konsumin e tyre, por vetëm t'i keni pjesë të recetave tuaja të përgjithshme, duke ndikuar kështu edhe në përmirësimin e metabolizmit. Është e udhës që të konsumoni 5 deri në 8 kokra arra në ditë. Si çdo frut arror, arrat janë shumë të pasur me kalori. Ato mund të mbahen edhe në errësirë në vende të freskëta për të jetuar sa më gjatë edhe të mos prishen. Sigurohuni që arrat t'i keni pjesë të dietave tuaja, duke ditur kështu edhe rëndësinë që do t'i ofrojnë vlerave të trupit dhe mbrojtjen e organizmit në tërësi. Arrat kanë dy fishin e antioksidantëve krahasuar me të gjitha arrorët e tjerë dhe çlirojnë nga organizmi të gjitha radikalet e lira që dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë gjithashtu edhe një sër komplikacionesh. Sigurohuni që arrat t'i keni pjesë të menus suaj ushqyese. Një studim të fundit, të cilët i referohemi sipas Brightside, doli në përfundim se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë për të marrë përfitimet e tyre ushqyese dhe për të siguruar një mbrojtje më të madhe për trupin. Sipas të dhënave, konsumi i arrave parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon gjithashtu shfaqjen e radikaleve të lira, duke ndikuar pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj arrat konsiderohen një zgjidhje ushqyese e dietës suaj. Përveç se janë të pasur me antioksidant, arrat përmbajnë dy fishin e antioksidantëve, fibrave dhe proteinave që trupi i ka vërtet të nevojshme në rritjen e vlerave të shëndetit. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në shëndetin mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor të trurit. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e 10 antioksidantëve të ndryshëm në trupin tuaj, dhe gjithashtu pa se arrat ishin mjaft të mira edhe në shëndetin e aftësisë reaguese të trurit. Sipas tyre, antioksidantët që gjenden te arrat janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyrna, por këto yndyrna janë poli të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë madje shpjeguan se arrat janë ndër produktet më të mira ushqyese, pjesë të dietave të mira për trupin tuaj. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra në ditë, njeriu do të marrë përfitime më të mira në nxitjen e metabolizmit dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.